Përshëndetje, mirë se erdhët në një tjetër video me mua. Sot po bëj një disa blerje me partnerin tim dhe po jo marrë dhe ju me vete në Lidl. Nuk kam filmuar gjatë për shkak se gjithmonë të dielave ka shumë njerëz. Mezi pret të mbarosh punë dhe të ikësh. Tani le të shohim bashkë në shtëpi një nga një se çfarë bleva. Atëherë fillojmë me të para, kemi marrë 2 pica tek zona e ngrirjes dhe ato që përdorin pica te Altit ose të Lidlit, këto janë nga më të mirat si për brumin edhe si për mbushjen brenda. Të tjerat nuk bëjnë fare, kemi provuar. Noodles normalisht. Këtu kemi pana, kemi marrë 4 copë dhe ato që kanë vuajtur si puna jo me panat e holla të Gjermanisë. Më besoni që kjo është zgjidhja më e mirë dhe e bën si makaronat apo si tava që doni, bën shumë kremoze. Këtu kemi pomodorini, kërpullat normalisht nuk mungojnë asnjëherë. Pastaj qumësht, rigoni. Këtu janë 2 dhalla të mëdhaja, patatet e ngrira për të pjekur apo për skuq, s'ka rëndësi. Spageti, midjet. Këto i kam kërkuar si të turku si të Alti, por nuk ishin dhe ja ku i gjete Lidli. Ishin diku tek 4 euro, diçka e tillë, mos u gabofsha, 4 apo 5 euro. Dhe i mora direkt patjetër. Mora një pulë të ngrirë, unë gjithmonë marr pulën e turkut, por thash po e marr një herë ta provoj edhe këtë. Vezët patjetër, vaj ulliri, djathi që mirë zakonisht kishte mbaruar, kështu që tash ta provoj këtë, por tani që po editoj videon, po shikoj që ky është djath për byrek. Domethënë nuk e dija këtë gjë. Banane, këto simitet ishin shumë të ngrohta kur i morëm. Kjo ishte e fundit. Këto ishin gjërat që bleva sot, edhe këtu është fatura. Ja sa më kushtuan të gjitha, 47 euro. Si mendoni, është shumë apo pak për këto gjëra?